tek mandati. Ngrihet në çdo raportim vjetor të institucionit që ju drejtoni, është ngritur vazhdimisht çështja e jo e zgjatjes mandatit. Por është ngritur çështja e një të drejte për mu tërësisht ligjshme, ajo e të drejtës për të rikandiduar për një mandat tjetër e secilit prej trupës së prokurorëve që sot ushtrojnë veprimtarinë dhe funksionet në atë strukturë. Dhe sigurisht që është çështje reformë kushtetuese, e tha zoti Gjiknuri, në fakt duhet prekur kushtetuta këtë drejtim. Por nëse ka vullnet, kushtetuta nuk është tabu. Nuk është tabu sepse ne kemi ndërhyr disa herë kushtetutë, kemi ndërhyr dhe për ato që tha zoti Bylykbashi për ligjin e dekriminalizimit, dhe që secili e mbron atë pronën e vet, se ligji i dekriminalizimit ka qenë ndër ligjet e para që kemi miratuar në parlament. Mirë është që e miratuam, shqyr që e kemi në fuqi, edhe pse ai ligj, le të themi, prek disa të drejta kushtetuese dhe bie ndesh me disa nenet konventës europiane të drejtave të njerëzit. Por është marrëveshje politike kjo, rëndësi ka që ka kontribuar në pastrimin e administratës apo të politikës nga elementët me rekorde kriminale. E kemi prekur kushtetutën edhe kur bëm reformën në drejtësi, që bëm këtë zgjidhjen dhe zgjedhjen që ju të kishit një mandat 9 vjeçar pa drejt rizgjedhje, por vetë shtroj pyetjen tani, edhe pyetja është shumë e thjeshtë. Ju jeni prokuror, siç janë edhe armata tjetër e prokurorëve që ushtrojnë funksionet në prokurorit e jurisdiksionit të përgjithshëm. Tani pse atje garantohet vazhdimësia e karrierës nga një nivel tek tjetri, pa kufizime mandatësh, ndërsa tek kjo që ne vërtet e quajmë prokurorit posaçme, po nuk thot kushtetuta që ka mandat të përcaktuar kjo prokurori. Ky është organ kushtetues. Ka jetë gjatësi ky si institucion. Tani, përse gjyqtarët e gjykatës posaçme i ushtrojnë funksionet pa kufizim në ato strukturë dhe i nënshtrohen kufizimeve apo masave disiplinoreve sipas ligjit për statusin e magjistratëve, ndërsa prokurorëve të kësaj strukture, pasi akumulojnë gjithë të përvojë në hetimin e korrupsionit dhe të krimit organizuar, ju thuhet ju s'keni të drejtën të kandidoni për një mandat të dytë të rizgjidheni, se prapë KLP-ja do ta vendosë fund ditës. Por jo t'ju mohohet e drejta të kandidoni. Kush për jush dëshiron të kandidoj në mbarim të mandatit, le të mlidhet KLP-ja atje, ta vlerësoj performancën, punën, cilësinë, pastërtinë e figurës, integritetin, rezultatet konkrete të punës dhe të ngeren dorën, vazhdoni. Kush nuk dëshiron dhe ligji i garanton vazhdimsinë e karrierës në një nivel tjetër të prokurisë. Edhe unë do t'ju kërkoja kolegëve, sepse kjo do vullnet politik, kushtetuta nuk mund ndryshohet vetëm me votat e njërës palë. Nëse kërkojmë shumë për kësaj strukture, duhet t'u japim dhe garancinë dhe qetësinë e nevojshme për të punuar në atë strukturë. Edhe për një arsye tjetër, ligji për spakun në mos gaboj në 1/6 e shoqëron këtë periudhë 9 vjeçare për secilin prej jush me kufizime të jashtëzakonshme sa i takon privatësisë. Ju përtej qenurit prokuror keni një jetë familjare, keni një jetë tuajën, por që të gjitha janë pjesë e kësaj sakrifice që bëni në këtë strukturë. Unë jam që të mos ngelemi vetëm në nivelin e konstatimeve. Personalisht ndaj këtë mendim, ju
do duhet keni të drejtën të kandidoni për një mandat të dytë në Këshillin e Lartë Prokurorisë si gjithë prokurorët e tjerë të sistemit. Zoti Gjiknuri e shtroi me të drejtë pyetjen, ore çdo bëhet me çështje se kur mesatarja një çështje zgjat 18 muaj, tani çfarë do të ndodhe me këto çështje shumë komplekse ditën kur një pjesë e juaja do t'ju mbaroj mandatin 9 vjeçar? Si do të hyjë një prokuror i ri në këtë strukturë, nga e para në logjikën e një hetimi që ka zgjat 20 muaj? Unë kam qenë vetë prokuror. As në gjykim nuk përfaqësohet çështja e tjetrit. Në gjykim nuk përfaqësohet çështja e tjetrit. Jo më të marrish një hetim, 10 dosje, 20 dosje, ku ka hetuar më përpara 18 muaj, 20 muaj, 2 vjet një prokuror tjetër, dhe të futesh në logjikën e çështjes dhe të faktit kriminal. E di që ka edhe shumë kolekt mitë që ndajnë mendimin të operoj Këshilli i Lartë i Prokurorisë me komandimet që prokurorët e strukturës që u mbaron mandati ti komandoj KLP-ja deri në përfundimin e këtyre çështjeve. Kjo do ta dëmtonte shumë më tepër hetimin. Shumë më tepër. Përkohshmëria e dëmton cilësinë e hetimit. E dëmton. Se ndaj këto mendimun. Dhe jam kundër këtij mendimi. Sepse nuk ka patur rezultat në komandimet, jo në prokuritë e jurisdiksionit e prokurinë e posaçme, po s'ka patur rezultat në komandimet tek prokuritë e jurisdiksionit përgjithshëm. Prandaj është shumë e rëndësishme që ju të keni këtë siguri në vazhdimsinë e punës që keni nisur. Nuk është as zgjidhja që prokurorëve që ju mbaron mandati, nuk e di kur janë grupi i parë i prokurorëve që ju mbaron mandati, në dhjetor 2028-ës, 8 parët, po, 8 parët ju mbaron mandati, po, dhe brenda një vit janë dhe 13 tjerë, 70%. Nuk është as zgjidhje që ti si drejtues të mos fillosh t'ju japish çështje të reja këtyre që do ikin në fund vitit 2028. Nuk është zgjidhje kjo, sepse do t'i merret fryma strukturës. Do kemi një trup prokurorësh që do të mbi ngarkohen në punë dhe një trup tjetër prokurorësh që do mbarojnë gjykimet. Dhe po zoti Bylikbashi ne urojmë që jo më t'je bëne shumë mirë pyetjen, por ne urojmë dhe shpresojmë që Shqipëria të jetë anëtare e Bashkimit Evropian. Më kupton? Po. Tani se ti do me mzit edhe të një mendim ekstrem që kam unë. Bashkojmë votat, ta ndryshojmë kushtetutën, ta heqim krejt kufizimin e mandatit dhe këta... Po pse e vure ti? Jo, 140 vota kemi dhënë për ato. 140. Po se kështu thoni ju, se s'keni punu prokuror, ju thoni të përplasën një këta janë 9 vjet atje, po, thot, s'ke dash me punu, pra s'ke dash me ndet këtu. Po, kjo është problemi. Po, edhe unë kam bë punë tjera përpara. Po jo se s'po e bëj këtë unë. Se bëjmë debat fare këtë gjë. S'kemi pse e bëjmë debat. Unë po them një mendim timin. Ti thu, ja ku jeti pra. Ti thu jam kundër zgjatjes mandatit. Jo mos ke pse thu fare ato. Je kundër zgjatjes. Pavarësinë e institucionit. Po pse ku? Për këtë ka thënë komisioni vetë. Po pse çfarë shefte ata aty? Testohen me 140 vota parlamentit. Po çfarë shefti këta ato? Se ke debat. Po çfarë po shefte ata pra? Kemi deputet këtu që tha e votoi pa me sy të mbyll. Edhe ti votoi me sy të mbyll. Po ti ke votuar me sy mbyll ligjin për ndryshimin e anit 45 kushtetutës për ligjin e dekriminalizimit tani le mos na hap. O zoti Bylikbashi. Të lutem, mos hym këtë debat tani. Ju lutem. Mos hym këtë debat tani. Po pse të duken të varur ata aty? Po ti 75% kallëzimeve, 75% kallëzimeve i keni bërë ju ata më. Si? Lutem, o zoti Strazimiri, ta përfundoj tani se s'është debat që e bëjmë. Tani, po jemi dakord.
Ore je kundra ndryshimit kushtetues. Ore je kundra ndryshimit kushtetues e morën vesh në këto. Çfarë problemi ka? Je kundra. S'ja vlen tani. O zotri. O zoti Strazimiri. Zoti Strazimiri. Ju keni votuar, ne kemi votuar pa e lexuar. Po, tani mos hym historisë Parlamentit Shqipërisë, është votuar ndryshimin e 45 ke ligjit dekriminalizimit pa e lexuar fare ky zotria këtu. Po, jo ja shkruajtet nesër më në mëngjes ti, mbasi na mlodhe ndark. Lutem. Mbasi na mlodhe ndark, po. Gjithsesi, mbasi na mlodhe ndark. Mos hym te kjo histori. Tani. Po. Është një ish deputet që s'ka më mandat. Është i shkruajtur nga ne. Po le këta janë pjesë historisë parlamentit. Tani, dakord. Ju, dakord. Unë e thash që në fillim. O zoti Strazimiri, unë e thash që në fillim. Çështja e zgjatjes mandatit të prokurorëve të Spakut, e drejta për të kandiduar, ore e drejta për të kandiduar, ore ju përtit një sa të doni, është e drejt kushtetuese i kandidimi. Pik. Është e drejt. Po, hajde pra ta ndryshojmë. Po pse duhet ndryshuar komisioni Venecias? Po nuk e ndryshojmë sepse po komisioni Venecias rekomandime jep. Nëse kemi për po të lutem tani. Shtetet Po jam dakord. Shtetet mund të lutem. Kjo ka nosë se të ditë njëri. Ka qenë për vetëm arsyen e Dakord. Kështu u mendua atëherë. Kështu. Ju lutem. Ore ky ka ndet me vite pa gjumë, shumë mirë me ditë pa gjumë, është çështje zgjedhje, në atë kohë kështu e menduam, po tani gjërat ndryshojnë dhe ka ardhur koha, evolojnë, ecin. Ata kanë bërë përparime në luftën kundër korrupsionit dhe krimit organizuar dhe pse jo, gjërat nuk janë të shkruajtur me ngur atje dhe nuk ndryshojnë.